Ishte ora 3 e mëngjesit, kur Liliana Figueiredo e shtynte karrocën e saj të pastrimit nëpër korridoret e spitalit Siri-Libanez, më ekskluzivi i São Paulosit. Duart e saj, të çara nga produktet kimike, dridheshin nga lodhja pas 11 orësh pune. Me kalimin e kohës, Liliana kishte mësuar të ishte e padukshme. Infermierët kalonin pranë saj pa e parë. Mjekët flisnin në telefon sikur ajo të ishte pjesë e mobiljeve. Kështu kishte qenë gjatë 5 viteve të fundit, por ajo natë do të ndryshonte gjithçka. Ndërsa pastronte dyshemen prej mermeri përballë departamentit të lindjeve VIP, dëgjoi një qarë. Nuk ishte qarë e zakonshme e foshnjeve të spitalit. Ishte një tingëllim i shpërthyer, i dëshpëruar, sikur ai i vogël të dinte se ishte plotësisht i vetëm në botë. Liliana mbështeti lugën në mur dhe eci drejt derës së hapur për gjysmë të suitës presidentiale. Ajo që pa e la të paralizuar. Në një djep kristali dhe ari, i rrethuar me buqeta trëndafilash të bardhë që fillonin të venitin, kishte një të porsalindur. Fytyra e tij ishte e kuqe nga qarë. Grushta të vegjël të shtrënguar godisnin ajrin, por më shqetësues ishte heshtja absolute që mbizotëronte në atë dhomë luksi. Nuk kishte as infermiere, as familje, as njeri. Liliana hyri me hap të pasigurt. Suita ishte më e madhe se e gjithë apartamenti i saj në qytetin Tirës. Perde mëndafshi, divan lëkure italiane, televizor me ekran gjigant. Në shtratin King Size të rregulluar në mënyrë të përsosur, çarçafet e bardhë ishin të përkryer, sikur të mos kishin qenë kurrë të përdorur. Ajo ju afrua djepit dhe zemra e saj u tërhoq. Foshnja nuk mund të kishte më shumë se 2 ditë. Lëkura e saj ende kishte atë nuancë rozë të porsalindurve. Viste një këmishë pambuku egjiptian me një qëndisje që thoshte Mateus Valverde Alcantara me fije ari. Pa menduar 2 herë, Liliana e ngriti me delikatësi. Foshnja ishte kaq e vogël, kaq e brishtë. Në çastin kur e mbështjelli kundër gjoksit të saj, qarë pushoi. 2 sy të errët e shikuan me një intensitet që i depërtoi shpirtin. Tungjat jeta, i vogël Mateus, ajo përshpëriti. Ku është nëna jote? Pastaj pa shënimin mbi tavolinën e kabinetit. Me një dorë duke mbajtur foshnjen, ajo mori letrën me një kokë faqe të ardhë. Shkrimi dorashkrim ishte elegant, por i dridhur. Viviane Alcantara Valverde ndërroi jetë në orën 21:47 për shkak të hemoragjisë pas lindjes. Familja njoftuar. Suita e rezervuar deri nesër në orën 10. Babai refuzoi të shohë të porsalindurin. Këshilli i kujdestarisë njoftuar për orën 9. Lilianës i dridhen këmbët. Ai foshnjë, ai qenie e vogël që tani flinte pajësisht në krahët e saj, kishte humbur nënën gjatë lindjes dhe babai e kishte braktisur. Në më pak se 12 orë, këshilli i kujdestarisë do të vinte ta çonte në një strehim, një foshnjë që, sipas mbiemrit të qëndisur në rroba, i takonte njërës prej familjeve më të pasura të Brazilit. Ajo ul në divanin prej lëkure dhe e lëkundi butësisht. Mateus kishte faqe të kuqe, qerpik të gjatë dhe të errët dhe një pikë të vogël në mjekër. Ishte i përsosur. Si ishte e mundur që vetë babai ta kishte refuzuar? Mos u shqetëso, ajo përshpëriti ndërsa një lot i rëshiste në përfaqe. Sonte nuk do të mbetesh i vetëm. Sonte ke dikë që të kujdeset për ty. Orët kaluan. Liliana dinte se po shkelte të gjitha rregullat e spitalit. Duhet të kishte thirrur supervizoren menjëherë, por diçka brenda saj e pengonte ta lëshonte atë foshnjë. Ndoshta sepse ajo gjithashtu dinte çfarë do të thotë të jesh i vetëm. Jetim që nga 15 vjeç kishte kaluar në për 3 shtëpi strehimi përpara se të mbush 18. Ajo e njihte atë zbrazëti, atë frikë për të mos i përkuar askujt. Kur Mateus u zgju duke qarë përsëri, ajo kërkoi me dëshpërim dhe gjeti shishe gjithë të përgatitura në një frigorifer të vogël të fshehur në një dollap. I dha ushqim me mjete të papërshtatshme në fillim, por shpejt gjeti ritmin. Foshnja thithte me etje, duart e vogla kapnin shishen. Ti je një luftëtar, apo jo? Liliana buzëqeshi. Nuk do të heqësh dorë lehtë, jo. Në orën 6 të mëngjesit, kur ndërrimi i saj po përfundonte, ajo dëgjoi zëra që i afroheshin korridorit. Panik. Shpejt e vendosi Mateusin në djep dhe u tërhoq drejt derës me karrocën e saj të pastrimit. Por ishte tepër vonë.
Supervizorja e infermierisë, zonja Dalva Ramiro, një grua e ashpër 50 vjeçare me flokë të mbledhur në një koke të shtrënguar, hyri pa pritur. Syt ju zgërdhan kur pa Lilianën pranë djepit. Çfarë dreqi po bën këtu? Kjo suit është jashtë kufive. E preke foshnjën? Liliana uli syt. Po qante. Nuk kishte askën. Unë thjesht doja. Doja vetëm çfarë? Të luaj rolin e nënës? Zonja Dalva e ekzaminoi Mateusin me lëvizje të ashpra. Foshnja filloi të qaj përsëri. Kjo fëmijë i përket njërës prej familjeve më të rëndësishme të São Paulosit. Babai është Flvio Valverde, magnati i tregut të pasurive të paluajtshme. Ke ide për problemin në të cilin mund të përfundosh? Por ai e braktisi, Liliana ngriti zërin duke habitur veten. Çfarë lloj babai braktis një fëmijë të porsalindur? Zonja Dalva e shikoi me një përzierje keqardhjeje dhe përbuzjeje. Kjo nuk të takon ty ik që para se të thëras sigurimin. Dhe është më mirë ta mbash gojën mbyllur për këtë. Nëse dikush mëson që një pastruese qëndroi vetëm me trashëgimtarin Valverde, e humb punën. E kuptove? Liliana u përpoq të bënte me kokë, por para se të largohej, i hodhi një vështrim të fundit Mateusit. Foshnja po qante me dëshpërim ndërsa zonja Dalva mundohej ta qetësonte pa sukses. Për një sekond, sytë e tyre u takuan dhe Liliana u betua se kishte parë lutje në atë vështrim foshnjëror. Ajo doli nga suita me zemrën coptuar. Në rrugën për në shtëpi me metro, nuk mundi të ndalonte së menduari për ato sy të errëta, për ato duar të vogla që ishin kapur pas gishtit të saj. Kur arriti në apartamentin e saj të vogël me një dhomë gjumi në Cidade Tiradentes, u hodh në divanin e konsumuar dhe qau. Qau për Mateusin, qau për nënën e vdekur, qau për vetmin që ata të dy e ndanin. Por fati kishte plane të tjera. 3 ditë më vonë, kur Liliana arriti në spital për ndërimin e saj, i gjithë personeli ishte i trazuar. Infermierja Teresa i u afrua fshehtas. Është foshnja Valverde. Babai erdhi ta merrte para 2 ditësh, por djaloshi nuk ndalet së qari, nuk e pranon asnjë kujdestare. Tashmë kanë kaluar 7 profesioniste në vil. Z. Valverde është i dëshpëruar. Thuhet se po ofron 30.000 real në muaj për çdo që mund ta qetësoj fëmijën. 30.000 real. Liliana fitonte 1.500 duke pastruar 12 orë në ditë. 30.000 do t'i ndryshonin jetën plotësisht. Mund të paguante borxhet, ndoshta edhe të kthehej të studionte infermierisht, siç kishte ëndërruar gjithmonë. Por nuk ishte paraja ajo që i bënte zemrën të rrahësh. Ishte Mateus, i vogli i saj luftëtar, që nuk heqte dorë. Atë natë, duke pastruar zyrën e Sergio Ortiz, pediatrit privat të familjes Valverde, ajo pa një dosje të hapur mbi tavolinë. Nuk duhej ta shikonte. E dinte se ishte shkelje e privatësisë, por diçka e shtyu. Brenda kishte një raport mjekësor të Mateusit dhe një shënim të shkruar me dorë nga mjeku. I porsalinduri tregon shenja stresi ekstrem, refuzon ushimin, qartë të vazhdueshme. Rekomandoi urgjentisht një figurë nënësore të qëndrueshme. Babai po konsideron adoptimin nëse situata nuk përmirësohet. Diçka u thye brenda Lilianës në atë moment. Një vendosmëri e egër që ajo kur më parë nuk e kishte ndjerë. Nuk do ta lejonte që ai foshnjë të përfundonte në sistem si ajo. Jo nëse mund ta parandalonte. Ajo mori telefonin dhe kërkoi numrin e vilës së Valverdeve. Ishte në drejtorinë e spitalit për emergjenca. Me duar të dridhura, e formoi numrin. Pasi u refuzua nga kamarieri për shkak të mungesës së certifikatave, një zë i dytë mori telefonin, më i thellë, i ashpër, i mbushur me një lodhje që shkoi përtej kufizimit fizik. Ju keni qenë me fëmijën tim në natën kur ai lindi? Flvio Valverde. Liliana e kuptoi menjëherë. Zëri i tij kishte atë ton autoriteti që vinte nga vitet të radhënies urdrash dhe pritjes për bindje të menjëhershme. Po, zë Valverde, e gjeta të vetëm, duke qarë. E mbajta për disa orë derisa të vinte supervizorja. Ajo vendosi të ishte plotësisht e sinqertë. E di që nuk duhej ta bëja këtë. E di që shkela protokollin, por nuk mund të e lija ashtu. Pse mendoni se ju mund të bëni atë që 7 kujdestare profesioniste nuk mundën?
Kishte diçka në zërin e tij, jo pikërisht shpresë, por dëshpërimi i një njeriu që kishte provuar të gjitha opsionet dhe ishte i gatshëm të provonte një tjetër, sado absurde të dukej. Sepse ai më njeh dhe unë e njoh atë, tha Liliana duke mbyllur sy. E di se çfarë do të thotë të jesh i vetëm në këtë botë, zë Valverde. Fëmia juaj gjithashtu e di. Ndoshta është kjo ajo që i duhet, jo një profesioniste, por dikush që e kupton. Pauzë më e gjatë. Qarë e foshnjës intensifikohej në sfond. E janë nesër në orën 9 të mëngjesit, rruga Kolumbis 142 në Jardins. Nëse mund ta bëni të ndalet së qari për më shumë se 30 minuta, puna është e juaja. Nëse jo, do ta keni humbur kohën tuaj, e kuptoni? Dhe e mbylli. Liliana e ndjeu veten të pamend për telefonin. Sapo kishte marrë një intervistë me njërin nga njerëzit më të pasur të Brazilit. Ajo, një pastruese pa arsim të lartë, pa certifikime, pa asgjë më shumë se një instinkt amëror nga i cili nuk e dinte se nga vinte. Në mëngjesin tjetër, Liliana ndaloi përpara numrit 142 të rrugës Kolumbis me 15 minuta para kohe. Vila ishte pikërisht siç e kishte imagjinuar dhe, në të njëjtën kohë, asgjë për të cilën mund të ishte përgatitur. 5 kate prej guri të bardhë gëlqeror me dritare të mëdha franceze, një kopsht përpara me një burim mermeri, grila hekuri të falsifikuara me stemën e familjes Valverde, kamera sigurie në çdo cel. Ajo vishte veshjen e vetme të mirë, një të zezë të thjeshtë që e ruante për funeralet dhe mesh, me këpucë të sheshta që kishte lustruar atë mëngjes derisa u bën të shkëlqyera. Kishte lëshuar flokët që bienin në val natyrore mbi supet. Pak boj për qerpik dhe një shkëlqim roz. Nuk ishte elegante, por ishte e pranueshme. Ajo shtypi zilen. Grila u hap me një gëzhitje elektrike. Kamarieri Mërcio, një burr rreth 60 vjeç i veshur me një kostum të përsosur, e priste te dera kryesore me skepticizëm mezi të fshehur dhe e drejtoi përmes brendësisë së vilës. Dy sheme mermeri italian që reflektonin dritën e 3 lustrave kristali, shkallë binjake druri fisnik, piktura që Liliana dyshonte të ishin origjinale të Di Cavalcantit dhe mesterve të tjerë brazilian. Dhe në çdo tavolinë, në çdo cep, fotografitë e një gruaje jashtëzakonisht të bukur. Flokë të zinj si hiri, sy të gjelbër si smaragd, buzëqeshje yll kinemaje. Viviane Alcantara Valverde, nëna e Mateusit, e shoqja e vdekur e Fulvio Valverde. Qarë e foshnjës jepte jenë në për të gjithë shtëpinë. Ishte i raskapitur, sikur Mateus kishte qarë kaq shumë kohë sa mezi i mbeteshin forca. Në dhomën e ndenjes së katit të dytë qëndronte Fulvio Valverde, më i ri se sa Liliana e kishte imagjinuar. 35 vjeç, ndoshta 36, i gjatë, me ndërtim atletik në një triko leshi kashmir gri dhe pantallona zyrtare të zeza, flokë të errët të çrregulluar sikur t'i kishte kaluar dorë përmes tyre 1000 herë. Në full të fort të mbuluar nga një mjekër disa ditësh. Por ishin sytë e tij që e goditën, të hirt, si një stuhi, me sy të thellë, të kuq nga mungesa e gjumit dhe ndoshta nga lotët. Mbante Mateusin në mënyrë të ngathët, sikur të mos dinte çfarë të bënte me të. Foshnja qante pa pushim, fytyra e saj e kuqe nga ankthi. Fulvio e vështroi nga kokat e këmbët, me një shprehje që Liliana nuk mundi ta deshifronte. Zhgënjim, habitje, dëshpërim. Ju jeni pastruesja? Nuk ishte pyetje. Keni 30 minuta, mund të filloni. Liliana ju afrua ngadalë dhe i shtriu krahët. Fulvio hezitoi. Kishte diçka mbrojtëse në qëndrimin e tij, diçka që kundërshtonte historinë se ai kishte refuzuar fëmijën. Por, më në fund, me lëvizje të ngurtë, e vendosi Mateusin në krahët e saj. Efekti ishte i menjëhershëm. Në çastin kur Liliana e mbylli foshnjën kundër gjoksit të saj, qarë filloi të paksoi. Mateus e ktheu fytyrën e vogël drejt saj, sy të fryrë nga qarë duke u përpjekur të fokusonin. Tungjatjeta, luftëtari im i vogël, përshpëriti Liliana. Të kujtohet nga unë? Dhe pastaj ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Mateus pushoi së qari plotësisht. Buzët i dridheshin, por nuk lëshoi asnjë tingull. Ai e shikoi me ato sy të errëta, kaq të ngjashme me ato të babait, dhe diçka në shprehjen e tij foshnjërore u zbut. Liliana filloi ta lëkundë butësisht, duke gjëmuar një këngë Nina që nëna e saj dikur i këndonte. Nuk kishte fjalë, vetëm një melodë. E thjeshtë dhe ngrohtësie.
Ajo eci drejt dritares duke I treguar Mateusit dritën e diellit që depërtonte përmes perdesh. Shiko, I vogël, çfarë dite e bukur. Shiko si lëvizin gjethet me erën. Pas saj, Fulvio nuk tha asgjë. Liliana mund të ndjente vështrimin e tij intens të ngulitur në shpinën e saj. Ora e vatrës shënonte minutat. 5, 10, 15. Mateus filloi t'i mbyllte sytë. Frymëmarrja e tij u bë më e rregull. Grushtat e tij të vegjël që kishin qenë të shtrënguar për ditë, më në fund u relaksuan. Në minutën e 20 të Mateus ishte plotësisht I fjetur, një gjumë I thellë, paqësor, që trupti I tij kishte nevojë me dëshpërim. Liliana u kthye drejt Fulvios. Burri e shikonte me një shprehje që ishte një përzierje habie, lehtësimi dhe diçka më e thellë që ajo nuk mundi ta identifikonte. Si e bëre këtë? Zëri I tij ishte mezi një pëshpëritje. I bëra të di se nuk është I vetëm. Fulvio I mbylli sytë dhe, për një moment, duke I shumë më I vjetër se 35 vjet. Kur I hapi, kishte marrë një vendim. Puna është e juaja. 30.000 real në muaj. Ju do të banoni këtu në vilë. Do të keni 2 ditë pushim në javë dhe çdo pasdite nga ora 6 deri në 9 për veten tuaj. Ka vetëm një kusht. Lilianës ju shtrëngua stomaku. Mos u lidh shumë. Është vetëm një punë. Kur Mateus të rritet, kur të mos ketë më nevojë për ju, ju do të shkoni. Pa dram, pa lodh. Mund ta bëni këtë? Liliana I uli sytë të foshnja, duke fjetur në krahët e saj. Luftëtari I saj I vogël, Mateusi I saj. Tashmë ishte shumë vonë për të mos u lidhur. Tashmë ishte e humbur që nga ajo natë e parë në spital. Por nëse gënjeshtra ishte çmimi për të qëndruar me të, për ta mbrojtur atë, atëherë ajo do të gënjente. Po, zë Valverde, mund ta bëj këtë. Fulvio u kthye drejt derës, por para se të dilte, ndaloi pa u kthyer. Fëmia im humbi gjithçka përpara se të ketë mundësinë të di se çfarë është të kesh diçka. Mos e lër të humbas më asgjë. Dhe me këto fjalë doli nga dhoma, duke e lënë Lilianën të vetme me Mateusin dhe peshën e një premtimi që e dinte se ishte I pamundur për t'u zbatuar. Sepse si mund të largohej ndonjëherë nga ai foshnjë kur çdo fibër e qenies së saj I bërtiste se ai tashmë ishte fëmia I saj në çdo gjë përveç gjakut. Dhoma e Mateusit ishte e përsosur. Mure të lyra me një blu të butë, qielli me re të bardha, djep druri me çarçaf pambuku organik, rafta plot me libra fëmijërish, një karrige lëkundëse pranë dritares dhe mbi komodin, një fotografi e kornizuar e Vivianës Alcantara, me dorën mbi barkun e 7 zën, duke buzëqeshur me shpresë drejt kamerës. Liliana e vendosi Mateusin me kujdes në djep. Foshnja psherti, duke fjetur, duke u mbledhur në njërin anë. Duke I kaq I qetë, kaq I përsosur. Do të kujdesem për ty, I vogël, ajo pëshpëriti. Sido që të ndodh, të premtoj se kur nuk do të lë të vetëm. Nëna jote nuk mund të jetë këtu, por unë jam dhe do të dua mjaft për të dyja. Ajo nuk e dinte se Fulvio Valverde qëndronte në korridor, duke dëgjuar çdo fjalë përmes derës së hapur për gjysmë. Ajo nuk e dinte se, për herë të parë në 3 ditë, një lot I heshtur I rrëshiste në përfaqen e atij njeriu të thyer. Dhe ajo nuk e dinte se në atë moment, jetët e të treve sapo ishin ndërlidhur në një mënyrë që do të ndryshonte gjithçka për gjithmonë. Në mëngjesin tjetër, menaxherja e shtëpisë, Cida Ferreira, u shfaq me një tabaka kafeje, një grua rreth 50 vjeç, me sy lajti të mirëdashur dhe një buzëqeshje të sinqertë që Liliana e ndjeu si gjën e parë të ngrohtë në atë vilë të ftohtë të zi. Duhet të them se të gjithë jemi të impresionuar. Është hera e parë në 4 ditë që Mateus nuk na zgjon të gjithë shtëpinë në orën 5 të mëngjesit. Ai thjesht duhej të ndihej I sigurt. Mërcio më tha se keni punuar si pastruese në spital, se nuk keni certifikime apo përvojë formale. Është e vërtet, tha Liliana duke ngritur mjekën, duke u përgatitur për gjykimin e pashmangshëm. Por Cida thjesht buzëqeshi. Shkëlqyeshëm. 3 kujdestaret e fundit kishin diploma universitare, referenca të përkryera dhe 0 zemër. E trajtonin Mateusin sikur të ishte një projekt, jo një person. Ky fëmijë ka nevojë për dashuri, jo për savë. Cida fshiu me butësi kokën e foshnjës. Kam punuar për zonjën Viviane që kur zë Fulvio e solli në këtë shtëpi si grua. Ishte një angel. Kur ajo vdiq, zë Valverde u bë një person tjetër.
E fajson Mateusin për vdekjen e saj, edhe pse mjeku e ka shpjeguar 1000 herë se ishte një komplikim i paparashikueshëm. Çfarë të merri? Po, por ndoshta ju mund të ndihmoni që të dy të shërohen. Vizitori që erdhi më pas e bëri gjithçka më të qartë. Një grua rreth 40 vjeç zbriti shkallët me hijeshin e një modelese e gjatë, bjonde platinumi, veshje roz e hapur dhe këpucë me thonjë. Sytë e saj blu e vlerësuan Lilianën nga kokat e këmbët me përbuzje mezi të maskuar. Dbora Altantara, motra e Vivianës. Ajo e mori Mateusin në krah në mënyrë të ngathët, sikur të ishte një aksesor i vështirë. Është tamam si babai. E varfra Viviane i dha jetën për këtë. Zonjë Altantara. Zëri i Flivios preu ajrin si një kamxhi. Ai kishte përfunduar telefonatën e tij dhe tani i vëzhgonte me një shprehje të rrezikshme. Kthejeni djalën tek zonjë Figueiredo. Dbora ia ktheu Mateusin me brutalitet. Foshnja filloi të qaj dhe Liliana e mbylli shpejt kundër gjoksit. Ju nuk keni të drejtë të më largoni nga nipëri im. Kam çdo të drejtë. Është fëmia im. Dhe nëse shfaqeni përsëri këtu pa ftesë, do ta dërgoj sigurimin t'ju shoqëroj deri te porta. E qartë? Faqet e Dborës u bën të kuqe. Familja Altantara ka të drejta mbi këtë fëmijë. Im atë tashmë ka folur me avokatët. Le të telefonojnë. Avokatët e mi janë duke pritur. Para se të largohej, Dbora u kthye drejt Lilianës. Kujdesu mirë për të, pastruese. Sepse kur kjo farsë të mbaroj dhe familja Altantara të rimarë atë që është e jona, ne nuk do të duam ju afër, duke ndotur nipin tim me vëndyshjen tuaj. Dera u mbyll me një goditje që jehonte në të gjithë vilën. Më falni, tha Flvio më në fund. Familja e gruas sime ka qenë problematike që nga varrimi. Ata duan pasurinë që Mateus trashëgoi, paratë e Vivianës, aksionet, pronat. Gjithçka ju kalua atij në momentin e lindjes. Altantarët janë të zemëruar. Ai më në fund e shikoi dhe kishte diçka të cënueshme në shprehjen e tij. E kuptoni tani pse punsova dik pa lidhje? Dik që nuk do t'i shiste informacionet avokatëve të tyre? Prandaj më zgjodhet mua, tha Liliana. Sepse jam askush. Të zgjodha sepse fëmia im u beson ty, pjesa tjetër janë bonuse. Liliana bëri një pyetje që doli para se të mund të mbante. Dëshironi të kaloni kohë me të? Me Mateusin? Flvio u paralizua, dora e varur mbi një dokument. Kur më në fund foli, zëri i tij ishte mezi i dëgjueshëm. Nuk e di si. Çdo herë që e shikoj, e shoh Vivianën duke vdekur, e shoh gjakun, dëgjoj britmat e saj, e ndjej dorën e saj duke e lëshuar timen, dhe pastaj dëgjoj qarën e tij dhe e di që ajo nuk do të kthehet kurrë. Por ai është këtu dhe ka nevojë për ju. Kjo është tragjedia. Flvio i hapi sytë dhe ishin plot me një dhimbje kaq të thellë sa Liliana mezi mund të duronte të shikonte. E vetmja gjë që mund t'i jap atij është para dhe mbrojtje. Për çdo gjë tjetër, ai ju ka juve. Ai ul në karrige, duke i kthyer shpinën. Biseda ka përfunduar. Liliana ngjiti së hërkë. Allët me zemrën të rëndë. Mateus kishte zënë gjumë kundër shpatullës së saj, i sigurt, i qetë, por ajo sapo kishte parë të vërtetën. Flvio Valverde nuk e refuzonte fëmijën për shkak të mizorisë. E refuzonte sepse të shikosh përtej tij ishte të riveje momentin më të keq të jetës së tij përsëri e përsëri. Atë pasdite në bibliotekë, Liliana gjeti albume fotosh. Hapi një rastësisht. Viviane dhe Flvio në dasmë. Ajo me një fustan greshore spektakolare, ai duke e shikuar sikur ajo të ishte e vetmja qenie në univers. Viviane duke shpallur shtatzënin me lot gëzimi. Flvio duke puthur barkun e saj. Të dy duke qeshur ndërsa montonin djepin e Mateusit. Ata ishin të lumtur, thellësisht, sinqerisht të lumtur, dhe në një ditë e gjitha ishte shkatëruar. Liliana e mbylli albumin me kujdes, duke ndjerë se po pushtonte diçka të shenjtë. Kur u kthye në dhomën e Mateusit, e gjeti Flivion duke qëndruar pranë djepit, duke shikuar fëmijën e fjetur. Nuk e prekte, nuk fliste, thjesht shikonte, me një shprehje dëshire të përzier me tmerr. Pas disa minutash, ai shtriu dorën e dridhur dhe preu me butësi faqen e Mateusit me një gisht. Foshnja lëvizi lehtësisht në gjumë. Më fal, pëshpëriti. Më fal që nuk mund të jem ajo që ju nevojitet.
Dhe pastaj u largua duke kaluar pran Lilianës pa e shikuar supet e tij të tendosura nën kostumin e përsosur. Liliana hyri dhe ul pran djepit duke fërkuar flokët e butë të Mateusit. Baba ju të do, i vogël. Thjesht i duhet kohë për të kujtuar si. Atë natë, Cida solli lajme shqetësuese. Altëntarët kanë paraqitur një kërkesë për kujdestari sot. Pohojnë se zë Valverde është një baba i paaftë. Ka një seancë gjyqësore të caktuar për 2 javë nga tani. Mund ta bëjnë këtë? Me para të mjaftueshme dhe avokatët e duhur, mund të provosh çdo gjë. Dhe altëntarët i kanë të dyja. Betejë për Mateusin kishte filluar dhe Liliana e kuptoi se do të duhej të luftonte jo vetëm për foshnjën që tashmë e donte si të vetin, por edhe për burrin e coptuar që kishte nevojë me dëshpërim të mësonte të bëhej baba përpara se të ishte tepër vonë. Në mëngjesin e ditës së 5, 3 avokatë biseduan intensivisht me Flvio në dhomën e ngrënies. Kryesori u prezantua si Dr. Ernesto Tavares. Familja altëntara po ndërton një rast duke deklaruar neglizhencë të atërisë. Kemi nevojë për prova që zë Valverde po merr pjesë aktive në jetën e të miturit. Ndër veprime ditore, lidhje të vëzhgueshme, ndërmend për të rritur. Një heshtje e pakëndshme. Të gjithë e dinin se këto prova nuk ekzistonin. Atëherë le t'i krijojmë, tha Liliana me vendosmëri. Ajo e shikoi Flvion. Që nga sot, ju do të kaloni kohë me Mateusin çdo ditë, edhe nëse janë vetëm 15 minuta. Do ta mbani në krah, do të flisni me të, do të jeni i pranishëm. Flvio u zbe. Nuk mundem. Mundeni, sepse nëse nuk e bëni këtë, do ta humbni fëmijën tuaj për gjithmonë. Dhe e di se, në fund, kjo do t'ju shkatëronte. Kur avokatët u larguan, Flvio u shemb në një karrige, fytyra midis duarve. Si mund ta mbaj fëmijën tim pa parë nënën e tij duke vdekur? Si mund t'i buzëqesh atij kur çdo frym që ai merr më kujton atë që kam humbur? Liliana u ul pran tij. Fillo me diçka të vogël. Prek dorën e tij të vogël. Vetëm kaq. Nuk ka nevojë ta mbash apo të flasësh. Thjesht lidhu. Flvio e shikoi foshnjën sikur të ishte një enigme e pamundur për t'u zgjidhur. Mateus e vëzhgonte me kureshtje, sytë e errët të hapur plotësisht. Kaluan disa minuta. Pastaj, ngadalë, Flvio shtriu dorën dhe preku dorën e vogël të Mateusit. Gishtat e vegjël të foshnjës menjëherë u mbyllën rreth gishtit tregues të babait, duke u kapur me forcë të habitshme. Shpreha e Flvios u transformua. Habi, mahnitje dhe diçka më e thellë që i bëri sytë e Lilianës të mbushen me lodh. Ka forcën tuaj, ajo përshpëriti. Ka çdo gjë nga unë, tha Flvio me zë të ndërprerë, përveç mbiemrit të plodh. Viviane insistoi të vendoste edhe të sajnë. Tha se donte që ai të kujtonte se nga vinte, nga 2 familje që donin njëra tjetrën. Ai nuk e hoqi gishtin nga dora e vogël e Mateusit. E takova në një ankand arti. Ajo po bënte një ofertë për një tablo të Cavalcantit. Edhe unë po. Kalëm 20 minuta duke e tejkaluar njëri tjetrin. Në fund unë fita tablon. Ajo fitoi zemrën time. Dhe tablon si dhurat në takimin ton të parë. Ajo tha se ishte veprimi më qesharak romantik që kishte parë ndonjëherë. Flvio qeshi butësisht, një tingull që Liliana kur nuk e kishte dëgjuar më parë. U martuam 6 muaj më vonë. Familja e saj mendoi se ishte shumë shpejt. Edhe imja. Por kur e di. Në dhomën e Mateusit më vonë, Liliana i tregoi si të ndërroj pelenën, si të mbaj sakt kokën, si të interpretoj llojet e ndryshme të qarës. Flvio ishte i ngathët, qartësisht jashtë elementit të tij, por po mundohej, dhe kjo ishte e mjaftueshme për momentin. Pse ju intereson kaq shumë? Flvio e shikoi me intensitet pas një heshtjeje. Mund të bënit vetëm punën tuaj, të merrni pagën dhe të qëndroni larg nga e gjithë kjo. Sepse askush nuk duhet të rritet duke u ndjerë i padëshiruar. Zëri i Lilianës u bë më i butë. Unë u rrita kështu. Ajo plag kur nuk shërohet plotësisht. Nuk do ta lë Mateusin ta ndjej këtë. Jo nëse mund ta parandaloj. Diçka ndryshoi në shikimin e Flvios. Kuptim, respekt, ndoshta madje mirënjohje. Para se të dilte nga dhoma atë ditë, ai ndaloi. Nesër do të ha mëngjes me ju dhe do të kaloj 30 minuta me Mateusin para se të shkoj në zyrë.
Premtim? Premtim. Nëse do të luftoj për fëmijën tim në gjykat, duhet të filloj të luftoj për të këtu së pari. Ditët pasuese sollën ndryshime delikate, por domethënëse. Fulvio e mbajti premtimin e tij. Çdo mëngjes, të tre hanin mëngjes në Solari. Së pari ishin 15 minuta të pakëndshme, ku ai mezi fliste. Pastaj 20 minuta, ku filloi të bënte pyetje për rutinën e Mateusit. Ditën e katërt, tashmë e mbante fëmijën gjatë mëngjesit. Edhe pse lëvizjet e tij ende ishin të ngurta. Cida dokumentonte gjithçka me diskretion me celularin, por transformimi I vërtet ndodhi në natën e ditës së 7. Liliana kishte dalë për pak kohë për të bler pelena. Kur u kthye, dëgjoi diçka që e la të paralizuar në korridor. Fulvio ishte në dhomën e Mateusit dhe po fliste me të. Jo zëri I biznesmenit, jo zëri I burrit që fshihej pas punës. Ishte një zë që ajo kur nuk e kishte dëgjuar më parë. I butë, I zhveshur nga e gjithë parsmoreja. Nëna jote kishte plane për ty, I vogël. Plane të mëdha. Donte që të njihje botën, të fliste 3 gjuhë, të mbronte ata që nuk mund të mbroheshin vetë. Zëri I Fulvios dridhej. Donte që ti të ishe I sjellshëm, por I fortë, bujar, por I zgjuar. Donte që ti të ndryshoje botën ashtu siç bënte ajo, një rast në një kohë. Liliana pa përmes derës së hapur për gjysmë pa bërë zhurmë. Fulvio ishte ulur në karrigen e lëkundjes, duke mbajtur Mateusin kundër gjoksit të tij. Foshnja ishte zgjuar, plotësisht e zgjuar, duke shikuar babain me një vëmendje totale që dukej e pamundur për dikë kaq të vogël. Do të doja t'ju mësoja të luani futboll, të notoni në shtëpinë tonë në Angra, të peshkonit me gjyshin. Fulvio fshiu me butësi faqen e Mateusit me një gisht, sikur foshnja të ishte gjëja më e brishtë dhe më e çmuar në univers. Do të doja t'ju jepja gjithçka, por e vetmja gjë që vërtet ju nevojitet është dashuri. Dhe unë. Unë isha kaq I friksuar t'ju jepja këtë, I friksuar se do t'ju humbja edhe ju, siç humba nënën tuaj. Lot të heshtur rrëshisnin nëpër fytyrën e Fulvios. Por largimi nga ju nuk e kthen nënën tuaj. Thjesht na lë të dy më të vetmuar. Ai e puthi ballin e Mateusit me një butësi që kundërshtonte të gjitha ashpërsitë që ai tregonte botës. Kështu që do të përpiqem. Do të përpiqem të jem babai që ju meritoni, edhe me frikë, edhe nëse dhemb, sepse ju ja vleni çdo sekond të kësaj dhembjeje. Mateus bëri një zhurmë të vogël të butë, një tingull I vogël që mund të ishte rastësi, por që dukej si përgjigje. Dora e tij e vogël lëvizi dhe preku faqen e lagur të babait. Dhe Liliana, e fshehur në korridor, çau lot shprese, sepse për herë të parë pa diçka që nuk kishte besuar se ishte e mundur. Pa Fulvio Valverde duke filluar të bëhej baba. 2 ditë më vonë, erdhi ftesa zyrtare e gjykatës dhe me të, një kërcënim I ri. Zarfi erdhi në një të martë mëngjes I trash, ngjyrë manilje, me kokën e një portali të thashethemeve. Brenda kishte një draft raportimi të planifikuar për publikim të nesërmen. Titulli bërtiste me shkronja të mëdha, magnat miliarder punson pastruese pa diplom për të kujdesur trashëgimtarin ndërsa injoron fëmijën jetim. Poshtë kishte fotografitë e Lilianës duke arritur në vil ditën e parë, të Fulvios duke ikur me Mercedes drejt zyrës dhe më e dëmshme, një imazh I vjetër I Lilianës në uniformën e pastrimit të spitalit me një mbishkrim që thoshte: pa certifikime, pa përvojë, pa skrupuj. Kjo është vepër e altëntarëve, Fulvio I hodhi letrat mbi tavolinë. Ata duan të shkatërrojnë reputacionin tim para seancës, të më bëjnë të dukem si një baba neglizhent që ja dorëzon fëmijën çdo kujt. Kishte edhe një shënim. Portali ishte I gatshëm të mos publikonte historinë në këmbim të një marrëveshjeje të favorshme në lidhje me të miturin Mateus. Është haraç, pëshpëriti Liliana. Është luftë. Dhe ata po përdorin taktika të papastra sepse e dinë se rasti I tyre ligjor është I dobët. Fulvio telefonoi menjëherë Tavares dhe organizoi një konferencë shtypi për të njëjtën ditë. 3 orë më vonë, salla kryesore ishte e mbushur me gazetarë. Liliana u ul pranë Fulvios me Mateusin duke fjetur në krahët e saj. Ajo vishte një fustan blu marinari që Cida e kishte nxjerrë nga nuk dinte ku, flokët në një koke të thjeshtë, por elegante. Ajo e ndjente veten si një mashtruese. Fulvio, nga ana tjetër, ishte imazhi I autoritetit. Para 3 javësh, humba gruan time gjatë lindjes së fëmijës tonë. Ishte nata më e errët që çdo qenie njerëzore mund të përjetojë.
Dhe në dhimbjen time bëra gabimin të largohem nga copa e vetme e Vivianës që më mbeti. Fëmia im, Mateus. Liliana Figueiredo e gjeti fëmijën tim duke qartë vetëm në spital atë natë, jo sepse ishte detyrë e saj, por sepse ajo ka diçka që asnjë certifikat nuk mund të mësojë. Keqardhje të vërtetë. Një gazetare ngriti dorën. A është e vërtetë që zonja Figueiredo nuk ka trajnim profesional? Është e vërtetë. Është gjithashtu e vërtetë që 7 kujdestaret e certifikuara që punësova para saj dështuan mjerisht. Diplomat nuk garantojnë zemër. Fulvio e shikoi Lilianën me respekt të sinqertë. Kjo grua jo vetëm që kujdeset për fëmijën tim. Ajo po më mëson të jem babai që ai meriton. Kjo nuk ka çmim. Atë natë në bibliotek, Fulvio e gjeti Lilianën. Nuk kishte nevojë ta bëje këtë, tha ajo. Të ekspozoheshe në atë mënyrë. Kishte patur nevojë. Altëntarët u përpoqën t'ju bënin ju armikun. Nuk do ta lejoj. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar. Liliana ndjeu diçka duke ndryshuar mes tyre. Diçka që shkoi përtej punëdhënësit dhe punonjëses. Ishte e rrezikshme, e papërshtatshme, por ishte e padiskutueshme. Duhet të shkoj të fle, tha ajo më në fund. Mateus zgjohet pas disa orësh. Liliana. Zëri i Fulvios e ndaloi në derë. Faleminderit për gjithçka. Ajo e ndjeu pa e shikuar dhe u largua. 3 ditë para seancës, Bora Altëntara u shfaq përsëri. Këtë herë nuk ishte vetëm. Sillte me vete një burr më të moshuar, imponues, me flok argjendi. Rogrio Altëntara, babai i Vivianës. Rogrio kishte 70 vjeç, por pranin e një gjenerali. Sytë e tij të gjelbër vlerësuan çdo detaj të shtëpisë përpara se të vendoseshin mbi Mateusin. Pra, ky është nipëri im, copa e fundit e Vivianës sime. Thuani çfarë keni për të thënë dhe largohuni, tha Fulvio. Vi të bëj një ofertë përfundimtare. 50 milion real të transferuar në çfarëdo llogarie që zgjidhni. Në këmbim, ju hiqni dorë nga kujdestaria e Mateusit. Familja ime do të arris atë ashtu siç do të donte Viviana. Ju do të keni të drejtën e vizitave, por djaloshi do të jetoj me ne. Heshtja ishte e shurdhër. Ju mendoni se fëmia im është përshitje? Unë mendoj se ju jeni një njeri praktik. Dhe le ta pranojmë, çfarë mund t'i ofroni atij që ne nuk mundemi? Dashuri, tha Liliana përpara se të kuptonte. Rogrio u kthye drejt saj, sytë të ftohtë. Ju, i lutem, mezi mund ta shikoni pa u shembur. Dhe punësuat një pastruese për të bërë punën që ju vetë duhet të bëni. Patetik. Dilni nga shtëpia ime. Rogrio nxori një kartë vizit nga xhepi dhe e la mbi tavolinë. Keni kohë deri nesër në mesditë. Pas kësaj, ju shkatërrojmë në gjykatë. Kemi dëshmitar, dokumente, dëshmi të braktisjes suaj. Bora ju afrua Lilianës për herë të fundit. Dhe ju, e dashur pastruese, kur të fitojmë kujdestarin, gjëja e parë që do të bëj është të sigurohem që kur më nuk do ta shihni Mateusin, sepse ju nuk jeni asgjë, nuk jeni familje, nuk jeni e rëndësishme. Diçka në Lilian u thye. Ajo u ngrit në këmbë, duke e përballur Borën drejt për drejt në sy. Ju keni të drejtë për një gjë. Nuk jam familje me gjak, por jam personi që e mban kur qan, që e ushqen kur është i uritur, që e mbrojnë në çdo sekond të çdo dite. Dhe nëse mendoni se do t'ju lejoj ta përdorni si monedhë këmbimi në lojrat e fuqisë tuaj, jeni shumë të gabuar. Bora qeshi. Dhe çfarë do të bëni për këtë? Ju jeni një punëtore. Ajo është më shumë se kaq. Zëri i Fulvios jehonte në sallë. Ajo është nëna që Mateus ka tani dhe vlen më shumë se e gjithë familja juaj së bashku. Rogrio shikoi mes tyre të dyve dhe diçka llogaritse shkëlqeu në sytë e tij. Interesante. Shihemi në gjykatë, Fulvio. Kjo do të jetë më argëtuese se sa mendova. Kur u larguan, Liliana po dridhej. Fulvio ju afrua dhe vuri dorën mbi supin e saj. Nuk do t'ju lejoj t'ja heqin atë, premtoi. As nga njëri prej dyve. Nata para seancës, Liliana nuk mundi të flinte. Në orën 2 të mëngjesit, ajo shkoi në dhomën e Mateusit dhe u ul në karrigen e lëkundjes, duke e vëzhguar duke fjetur. As unë nuk mund të flas, tha Fulvio në prag, i veshur me pantallona pijame dhe një bluzë të bardhë të thjeshtë.
pa kostume formale, duke i më i ri, më njerëzor. Ai hyri dhe ul në tokë pranë karriges, duke u mbështetur me shpinë në mur. Kam përballur shkrirje miliardëshe, kriza biznesi, por asgjë nuk më ka friksuar aq shumë sa ajo që do të ndodh nesër. Dhe nëse humbim, atëherë apeloj, luftoj, bëj çfarëdo që të jetë e nevojshme, sepse në këto javë kam zbuluar diçka që mendova se kisha humbur, një arsye për të vazhduar. Mateus është këtu dhe meriton një baba të pranishëm, jo një që fshihet pas dhimbjes. Viviane do të ishte krenare për ju. Në momentet e fundit të saj, kur gjithçka shkoi keq, ajo më shtrëngoi dorën dhe tha, kujdesu për të. Dhe unë dështova me të. Ju nuk dështuat, thjesht kishit nevojë për kohë. Fulvio i hapi syt dhe e shikoi drejt për drejt Lilianën. Prandaj, jam kaq mirënjohës për ju. Ju mbushët zbrazëtin që unë lash. Ju dhatë atë që unë nuk mundja. Dhe jo vetëm kushto, por dikush me forcën tuaj, keqardhjen tuaj, aftësinë tuaj për të dashur pa kushte. Ata ishin shumë afër. Liliana mund të shihte grimcat e arta në syt e tij të hirt, bragën e vogël në vetullën e maj. Liliana, unë Fulvio ngriti dorën ngadalë dhe preku faqen e saj me gishta, por tingulli i Mateusit duke lëvizur në djep i ndërpreu. Të dy u tërhoqën sikur të ishin djegur. Duhet të ju lë të pushoni. Nesër do të jetë një ditë e gjatë. Dhe u largua duke e lënë Lilianën me zemrën duke rrahur dhe 1.000.000 pyetje pa përgjigje. Përpara agimit e paftë për të fjetur, ajo u ende në bibliotekë dhe e gjeti Fulvion të ulur në errësirë me një gotë uiski të paprekur në dorë. As ju nuk mund të flinit, tha ai pa u kthyer. Jo. Liliana u ul në koltukun përballë tij. Cida më tha për urdhërin para prag. Nëse altëntarët fitojnë, do të më largojnë menjëherë. Nuk do të ketë kohë për lamtumira. E di. Beltran më paralajmëroi. Duhet të kisha qëndruar si pastruese, përshpëriti Liliana. Nuk do të isha këtu e coptuar nga ideja për të humbur një fëmijë që as nuk është i imi. Por ai është i juaj. Fulvio u përkul përpara, intensiteti i tij i prekshëm. Në të gjitha mënyrat që kanë rëndësi. Gjaku nuk bën familje, dashuria bën. Ai u ngrit dhe u ul në gjunjë përpara koltukut ku ajo ishte ulur. Liliana, më duhet të kuptoni një gjë. Nëse humbim nesër, nuk është fundi. Unë do të vazhdoj të luftoj. Por jo vetëm për Mateusin. Ajo mezi mund të merrte frym. Kur Viviane vdiq, mendova se jeta ime kishte përfunduar gjithashtu. Dhe pastaj ju shfaqet kjo grua e egër, e dhembshur, e pamposhtur, që u fut në jetët tona dhe na shpëtoi. Jo vetëm Mateusin, mua gjithashtu. Nuk mund të vazhdoj të shtiren se nuk ndjej atë që ndjej. Jo kur mund të humbasim gjithçka nesër. Çfarë ndjeni, Fulvio? Se po bëhem i dashuruar me ju. Zëri i tij u këput lehtësisht. Dhe nuk e di nëse është e drejtë apo e gabuar, nëse është shumë shpejt, por kur ju shoh duke u kujdesur për fëmijën tonë. Fëmijën tonë, përsëriti Liliana, lotët më në fund duke rëshitur. Po, tonin. Sepse familja nuk është vetëm gjak, është angazhim, është sakrificë, është dashuri. Fulvio ngriti një dorë dhe i fshiu lotët me gishtin e madh. Nëse fitojmë nesër, dua që të qëndroni. Jo si punëtore, si pjesë e kësaj familjeje, si gruaja që i ktheu dritën jetës sime. Momenti ushtri midis tyre. Liliana dinte se duhej të tërhiqej. Ishte shumë herët. Ai ende ishte në zi. Ajo ishte punëtorja e tij. Kishte 1.000 arsye pse kjo ishte e gabuar. Por kur Fulvio u përkul ngadalë, duke i dhënë kohë për t'u tërhequr, Liliana nuk u tërhoq. Buzët e tyre u takuan me butësi, një puthje që shionte lotë, shpresë dhe premtime të pathëna. Kur u ndan, të dy po qanin. Sido që të ndodh nesër, tha Fulvio, balli i tij i mbështetur në të sajin. Dua të dini se kjo është reale. Ju jeni real. Ajo që ndjej është reale. E di. Unë gjithashtu ndjej. Ata qëndruan kështu, të ulur në errësirën e bibliotekës, duke u mbajtur duart, sikur të ishin rreth shpëtimi. Jashtë, agimi fillonte të godiste qiellin me ngjyra roz dhe ari. Atëherë, le ta ndërtojmë atë të ardhme, përshpëriti ajo. Hap pas hapi. Por në natën tjetër, kur Fulvio u kthye nga zyra, Liliana ishte në dhomë duke paksuar valixhe. Çfarë po bën?
Po përgatitem për të ikur. Tavares më telefonoi. Rogrio ka paraqitur një ankesë penale kundër meje. Pohon se nuk i zbulova historikun tim të shtëpive të strehimit dhe e vura në rrezik një të mitur. Mund të rezultoj në një ndalim ligjor të punës me fëmijë, përfshir Mateusin. Jo. Fulvio e mbylli valigjen me forcë. Ju nuk do të ikni. Nuk do t'ju lë ta përballni këtë vetëm. Nuk është vendimi juaj. Po, është, sepse ju dua. Fjalët dolën të qëndrueshme, pa hezitim. Ju dua, Liliana Figueiredo. Ju dua për mënyrën se si e doni fëmijën tim. Dhe ju dua sepse më mësuat se zemra mund të shërohet edhe kur mendoni se është thyer pa shpresë. Unë gjithashtu ju dua, kështu që duhet të iki për t'ju mbrojtur. Më mbroni duke qëndruar, duke luftuar. Fulvio e kapi për supet. Rogrio po llogarit se ju do të hiqni dorë, do të ikni, do të zhdukeni, në mënyrë që ai të mund të thotë se ishit një oportuniste. Mos ja jepni atij kënaqësinë. Nga djepi, Mateus bëri një zhurmë të vogël të butë. Të dy ju afruan dhe e gjetën të zgjuar, sytë e errët duke i vëzhguar. Shiko, përshpëriti Liliana. Ai po përpiqet të na mbajë së bashku. E di që jemi një familje. Ajo mori frym thellë. Ju keni të drejtë. Nuk do të ik. Rogrio Alcantara mund të sjellë çfarëdo që dëshiron, por nuk do të marr familjen time pa luftën e jetës së tij. Fulvio buzëqeshi, duke e puthur me butësi. Kjo është luftëtarja ime. Seanca paraprake u zhvillua në një dhomë të vogël dhe klaustrofobike që muante letër të vjetër dhe dëshpërim. Liliana vishte një kostum të huazuar nga Cida, shumë formal për dikë që kur nuk ishte përdorur më shumë se uniforma pastrimi dhe fustane të thjeshta. Fulvio ishte pranë saj, prania e tij e fortë dhe ngrohtë, por edhe. E ai ishte i tendosur, me kravatën e lirshme. Prokurori lexoi akuzat me zë monoton. Moskthënies informacioni, neglizhencë në verifikimin e antecedenteve, rrezik potencial për një të mitur. Fjalët i honin në dhomë sigur që bien. Si e deklaroni të akuzuarën? E pafajshme, i nderuar, u përgjigj Tavares përpara se Liliana të mund të fliste. Ajo që pasoi ishte një orë teknikash ligjore që ajo mezi kuptoi. Tavares argumentonte se nuk kishte ligj që detyronte verifikimin e antecedenteve për punëtorët e shtëpisë në rezidenca private. Prokurori kundërargumentonte se kujdesi për fëmijët ishte një kategori speciale. Ata shkonin dhe vinin duke cituar precedent dhe statuta. Pastaj, Rogrio u thirr si dëshmitar. Ai hyri me besimin e dikujt që e di se i ka të gjitha kartat në dorë. Dëshmia e tij ishte e llogaritur. E përpikt, shkatëruese. Nipëri im është i cënueshëm. Humbi nënën, ka një baba që mezi po mëson të kujdeset për të dhe u lë në duart e një gruaje pa kredenciale, pa referenca, pa asgjë më shumë se fjalët e veta. Ai e shikoi drejt për drejt Lilianën. Si e dim se ajo nuk ka një historik abuzimi, probleme psikologjike të pambuluara. Nuk e dim sepse askush nuk verifikoi. Dhe kalo. Në për 3 shtëpi strehimi brenda 5 vjetëve. Pse kaq shumë lëvizje? Çfarë ndodhi në ato shtëpi? Lilianës ju mor fryma. Ai pjesë e jetës së saj ishte diçka që ajo kur nuk i fliste askujt. Kujtimet ishin shumë të dhimbshme. Fulvio, pranë saj, i shtrëngoi dorën nën tavolinë. Zonjë Figueiredo, dëshironi të përgjigjeni? Me duar të dridhura, Liliana u ngrit. Më transferuan sepse shtëpia e parë u mbyll për shkak të mungesës së burimeve nga bashkia. E dyta sepse familja u zhvendos në një shtet tjetër dhe nuk mund të më merrte më vete. E treta, zëri i saj u ndal. Ajo mori frym thellë. E treta ishte sepse unë raportova se babai adoptiv rrahte fëmijët më të vegjël. Asgjë që linte shenja të dukshme, por e mjaftueshme për t'i tmerruar ata. Unë isha 15 vjeç. Nuk mund të qëndroja heshtur. Ata më hoqën nga aty sepse u bëra problem. Jo ai. Ajo ngriti kokën. Të dhënat u mbyllën kur mbusha 18 vjeç. Një heshtje e rëndë ra mbi dhomë. Edhe prokurori duke i shqetësuar. Rogrio shfrytëzoi momentin. Pikërisht po aty po dëshiroj të vi, i nderuar. Kjo gruaj ka kaluar në për trauma të rëndësishme. Pa vlerësim psikologjik profesional.
Si mund të jemi të sigurt se është e qëndrueshme për të kujdesur për një foshnjë? Sepse unë tashmë jam duke u kujdesur për nipin tuaj për muaj dhe ai po lulëzon, Liliana ngriti zërin duke habitur veten. Ai është i shëndetshëm, i lumtur, i dashur. Çfarë më shumë duhet të dini? Fulvio u ngrit me nxitim. Mjaft. Ju jeni duke sulmuar një grua që ka treguar më shumë dashuri dhe përkushtim në 2 muaj se sa e gjithë familja juaj në 2 gjenerata. Liliana Figueiredo e shpëtoi fëmijën time. Më shpëtoi mua. Dhe nëse kjo gjykat vendos se e kaluara e saj e dhimbshme e diskualifikon atë për të dashur, atëherë ky sistem është më i thyrë se sa mendova. Zë Valverde, u luni, urdhëroi gjyqtari, edhe pse zëri i tij nuk kishte ashpërsinë e pritur. Fulvio ul, por nuk e lëshoi dorën e Lilianës. Gjyqtari rishikoi shënimet e tij për disa minuta që u dukën si orë. Më në fund foli, pas rishikimit të dëshmive, gjej baza të mjaftueshme për të vazhduar me rastin. Megjithatë, do të vendos kushte. Zonja Figueiredo, gjatë procesit të gjyqit, nuk mund të qëndroni vetëm me të miturin, pa mbikëqyrje të një të rrituri tjetër të pranishëm. Përveç kësaj, duhet t'i nënshtroheni një vlerësimi psikologjik të plotë. Gjyqi formal do të zhvillohet për 6 javë. Jashtë gjykatës, Liliana u lëshua në një stol. Nuk mund të qëndronte vetëm me Mateusin. Çdo moment intim, çdo këngë natë Nina, çdo ndërim pelene të qetë, gjithçka do të kërkonte një dëshmitar, sikur të ishte një kriminal. Kjo është pikërisht ajo që dëshiron Rogrio, tha Tavares me frustrim. Të kontaminoj çdo moment midis jush dhe foshnjës. Po funksionon, përshpëriti Liliana. Dëgjoni. Fulvio u ul në gjunjë përpara saj në stolin e korridorit, pa i kushtuar vëmendje vështrimeve të kalimtarëve. Kjo është e përkohshme. 6 javë, mund t'i qëndrojmë. Vlerësimi me Dr. Olvia Sales zgjati 3 orë intensive. Psikologja ishte një grua rreth 50 vjeç me flok kaçurela, të përlyer me thinja dhe një buzëqeshje miqësore që nuk arriti të sytë e saj vlerësues. A keni konsideruar ndonjëherë se lidhja juaj me Mateus mund të bazohet në projekcion, se po e shpëtoni veten përmes tij çdo ditë? Liliana e shikoi drejt për drejt. Kam arritur në përfundimin se nuk ka rëndësi se nga erdhi dashuria ime për të. Ajo që ka rëndësi është se është reale, është e shëndetshme dhe është pikërisht ajo që i nevojitet. Ajo u përkul përpara. Trauma ime më mësoi empati. Më mësoi të njoh kur një fëmijë po vuante. Më mësoi se dashuria nuk është gjak, është zgjedhje. Nuk jam perfekte, kam vrag. Por këto vrag më bëjnë një nën më të mirë për Mateusin. Jo më të keqe. Sesioni përfundoi pa që Liliana të dinte nëse kishte kaluar apo dështuar. Ditët me mbikëqyrje të vazhdueshme ishin një torturë. Çdo shishe gji, cida duhej të ishte në dhomë. Çdo banjë, mërcio priste me derën e hapur. Këngët e natës Nina u këndeshin me Fulvio të pranishëm, duke eliminuar intimitetin që i bënte ato momente speciale. Mateus e ndjente. U bë më irrituar, qante më shumë, flinte më pak, sikur të dinte se diçka ishte gabim, sikur e vetmja botë e sigurt që e njihte kishte ndryshuar në mënyrë të pashpjegueshme. Një natë, me Fulvio duke vëzhguar nga karriga e lëkundjes, Liliana po e lëkunte Mateusin të pakonsolueshëm. Fulvio u ngrit dhe eci drejt saj, duke i mbuluar të dy në një përqafim të fortë. Mateus më në fund u qetësua midis tyre, sikur prania e të dyve së bashku ishte pikërisht ajo që i duhej, sikur vetëm ata të dy së bashku formonin shtëpinë që ai njihte. Po sikur të mos jetë e mjaftueshme, përshpëriti Liliana me sytë mbyllur. Atëherë martohemi. Ajo u largua për ta shikuar. Ai po fliste me seriozitet të plot, pa ironi, pa hezitim. Më dëgjoni. Nëse sistemi thot se ju nuk mund të jeni nëna e tij sepse nuk jeni familje ligjore, atëherë ju bëheni familje ligjore. Liliana Figueiredo, do të më bënit nderin të jeni gruaja ime? Ishte çmenduri. Ishte shumë herët. Ishte gjithçka që ajo kur nuk kishte ëndërruar. Nuk po propozoj për arsyet e gabuara, vazhdoi ai para se ajo të mund të fliste. Ju dua. Dua të kaloj jetën time me ju. Por nëse duhet të përshpejtojmë orarin për të mbrojtur familjen tonë, atëherë kjo është ajo që bëjmë. Sepse kjo është familja. Ju veproni, ju zgjidhni, ju shfaqeni. Po. Ajo përshpëriti, sytë të lagur.
Po, do të martohem me ju. Flvio e puthi me Mateusin midis tyre, duke vullosur diçka që kishte filluar atë natë të ftohtë në spital, kur një pastruese e padukshme kishte vendosur që një foshnjë nuk do të qëndronte e vetme. Por përmes dritares, i fshehur në hijet e rrugës, një hetues privat po bënte fotografi. Rogrio Alcantara buzëqeshi kur i mori ato. E përsosur, tani kam pikërisht atë që më duhej. Skandali shpërtheu 3 ditë para gjyqit. Portale botuan fotografit e propozimit me titull shkatërues, pastruese pas skrupujzë milioner të ve në kurth. Nga punëtore në trashëgimtare, ngjitja e një oportuniste. Magnat martohet me kujdestaren ndërsa përballet me gjyq për neglizhencë. Historia u bë çështje kombëtare. Programe televizive debatonin nëse Liliana ishte një heroine romantike apo një manipuluese. Rrjetet sociale u ndan. Vila u rrethua nga gazetar të fushuar jashtë 24 orë në ditë. Tavares erdhi atë mëngjes me fytyrë të errët. Rogrio po përdor këtë për ta paraqitur Lilianën si dikë që e manipuloi Fvion në momentin më të cënueshëm. Thotë se propozimi vërteton se ajo planifikoi gjithçka që nga fillimi, se ishte një strategji për të hyrë në pasurinë e Valverdeve. Qesharake. Unë isha ai që propozova martesën. Jo ajo. E di. Por narrativja tashmë është krijuar. Grua e varur gjen foshnjë të pasur, josh babajnë e thyer, martohet me pasurinë. Është lloji i historisë që njerëzit duan të besojnë sepse konfirmon paragjykimet e tyre. Liliana ishte ulur në heshtje duke mbajtur Mateusin. Nuk kishte fjetur për 2 ditë. Raporti psikologjik kishte dalë çuditërisht i favorshëm. Duresales kishte shkruar se Liliana ishte një grua elastike që e kishte shndërruar traumën personale në keqardhje të thellë. Por tani e gjithë kjo ishte varrosur në skandalin e ri. Duhet të shtyjmë dasmën, tha ajo më në fund. Ta bëjmë të duket sikur nuk ka nxitim, sikur është e sinqertë. Jo. Flvio ishte i palëkundur. Nuk do ta lë Rogerin të diktojë jetën tona. Martohemi siç kemi planifikuar. Dita e gjyqit lindi e përhime dhe me shi. Liliana vishti një kostum blu të errët, mblodhi flokët në një koke të thjeshtë dhe e shikoi veten në pasqyrë. Gruaja që e përballoi ishte e ndryshme nga pastruesja e friksuar para 3 muajve. Tani kishte forcë në sytë e saj, vendosmëri që asnjë betejë nuk kishte arritur ta zhdukte. Gjykata ishte e mbushur plot. Prokurori e pikturoi Lilianën si një oportuniste të llogaritur që kishte orkestruar gjithçka. Tavares e paraqiti si një grua që kishte gjetur dashuri në mes të dhimbjes dhe kishte formuar një familje të vërtetë. Ata thirrën 2 nga kujdestaret e certifikuara të pushuara, të cilat dëshmuan se Flvio kishte treguar favoritizëm të papërshtatshëm. Ata thirrën punonjes të spitalit që konfirmuan se Liliana kishte kaluar orë me foshnjën atë natë të parë, përtej asaj që kërkonte puna e saj. Pastaj, Tavares bëri diçka të papritur. Ai thiri Borën Alcantara në stol. Një pëshpëritje kaloi në përdhom. Rogrio u ngurtësua. Bora hyri e veshur me të zezë, duke dukur e nervozshme, por me një shkëlqim vendosmërie në sytë që Liliana nuk e kishte parë më parë. Ajo shikoi babajn, pastaj Lilianën dhe mori frym thellë si dikush që është gati të bëjë një hap. Motra ime Viviane ishte personi më i dashur, më i dhembshur që kam njohur. Nëse do të ishte këtu sot, do të donte që Mateus të rritej nga dikush që e don atë pa kushte. Ajo bëri një pauzë. Liliana Figueiredo është ajo person. Rogrio u ngrit. Ajo nuk flet për Viviane. Zë Alcantara, u luni, urdhëroi gjyqtari me vendosmëri. Bora vazhdoi, zëri i saj më i fortë me çdo fjalë. Kam kaluar muaj duke vëzhguar Lilianën me Mateus. E pash duke u zgjuar çdo 3 orë për ta ushqyer. E pash duke kënduar kur ai qante. E pash vetë duke qarë kur ai u sëmur. Kjo nuk është manipulim, është dashuri amërore. Dhe e pash Fvion të shndërrohet nga një njeri i thyer në një baba të përkushtuar fal saj. Motra ime do të donte këtë për të. Do të donte që ai të gjej lumturinë përsëri. Ajo fshiu lotët. Liliana nuk po e zëvendëson Vivianën, po nderojnë kujtimin e saj duke dashur atë që ajo donte. Më në fund, Liliana u thirr në stol. Me këmbët duke dridhur, ajo eci, betoi me dorë të dridhur. E gjithë dhoma e vështronte.
A nuk është e vërtet se ju patët një mundësi kur e gjetët këtë foshnjë? Një foshnjë të pasur, të vetme, të cënueshme. Pash një fëmijë që po vuante. Vetëm kaq. Dhe nuk menduat për pasurinë që mund të fitonit? Mendova për lotët e tij, për vetmin, për faktin se askush nuk duhet të fillojë jetën duke u ndjerë i padëshiruar. Por sa e përshtatshme që babai ishte milioner dhe tërheqës. Babai ishte i parëndësishëm. Mateus ishte gjithçka që kishte rëndësi. Dhe tani që jeni të fejuar me atë baba milioner, a është Mateus akoma prioriteti juaj? Liliana e përballi drejt për drejt me një qetësi që ajo vetë nuk e dinte se kishte. Mateus gjithmonë do të jetë prioriteti im. Por po, u dashuruva me babain e tij. U dashuruva me një burr që ishte i thyer dhe zgjodhi të shërohej. Me një burr që mund të kishte ikur nga dhimbja, por zgjodhi ta përballonte atë. Me një burr që më sheh si të barabartë, jo si inferiore. Zëri i saj u bë më i fortë. Dhe nëse kjo më bën të llogaritur në sytë tuaj, atëherë ju nuk e kuptoni se çfarë është dashuria e vërtetë. Heshtja në dhomë ishte absolute. Gjyqtari thiri pushim për deliberim. 2 orë që u dukën si vite. Liliana ecte nga njëri anë në tjetrën në korridor, ndërsa Flvio mbante Mateusin, i cili ishte i shqetësuar duke ndjerë tensionin. Pavarësisht se çfarë ndodh, tha Flvio, duke e ndaluar atë me një dorë në supë, ne tashmë kemi fituar sepse kemi njëri tjetrin, ju, unë dhe ai. Kur u kthyen në dhomë, gjyqtari kishte vendimin. Pas rishikimit të gjitha dëshmive dhe dëshmive, akuza kundër zonjës Liliana Figueiredo janë hedhur poshtë për shkak të mungesës së dëshmive substanciale. Përveç kësaj, kufizimi i mbikëqyrjes hiqet menjëherë. Liliana u shem në karrige, supet duke dridhur nga lotët e mbajtur. Flvio e përqafoi me Mateusin midis tyre. Cida, në galeri, po qante hapur. Madje edhe Mërcio, i ngurtë, teatral, duhej të fshinte syt me diskrecion. Gjyqtari e shikoi Rogerin me një shprehje që për herë të parë tregojte diçka përtej neutralitetit. Zë, Altantara, përdorimi juaj i sistemit ligjor për të ndjekur hakmarrje personale është shqetësues. Kjo gjykat ekziston për të mbrojtur të cënueshmit, jo për të shfrytëzuar nga grindjet familjare me motivim financiar. Çdo përpjekje e ardhshme për të ndjekur këtë familje do të rezultojë në sanksione të rënda. E qartë? Rogrio, për herë të parë në të gjithë këtë proces, nuk kishte përgjigje. Sytë e tij të gjelbër, kaq të ngjashëm me ata që Liliana kishte parë në fotografitë e Vivianës, ishin të fortë sigur, por ajo e ndjente. Jashtë gjykatës, në shiun që kishte pushuar, duke lënë ajrin të larë dhe të freskët, Liliana mori frymë thellë për herë të parë në javë. Flvio e mori fytyrën e saj midis duarve. Ne martohemi nesër. Pa më shumë pritje, pa më shumë betejë. Vetëm ne. Vetëm ne, ajo përsëriti, duke e puthur ndërsa bliqet e kamerave kapën momentin. Për një sekond, ajo mendoi për fotografët, për titullat e nesërm. Pastaj mendoi për Mateusin që flinte pajësisht në gjitë të Cidas disa metra larg. Mendoi për Flion, për mënyrën se si duart e tij dukej të ishin krijuar për të mbajtur të sajat dhe fotografët pushuan së ekzistuari. Martesa ishte e vogël, intime, vetëm Cida, Mërcio, Tavares dhe, çuditërisht, Dbora. Mateus ishte në krahët e Lilianës, i veshur me një kostum të bardhë pambuku që Cida kishte gjetur në një dyqan të vogël të lagjes. Kur gjyqtari i paqes pyeti nëse pranonin, të dy thanë po me Mateusin midis tyre, duke vulosur jo vetëm bashkimin, por familjen. Një familje e formuar në mënyrën më të pamundur, në natën më të errët, me qarën e një foshnje që askush nuk kishte ardhur ta merrte. Dbora qëndroi deri në fund. Para se të largohej, ajo ju afrua Lilianës dhe qëndroi në heshtje për një moment. Motra ime do të kishte pëlqyer ty, tha ajo më në fund. Ajo kishte atë mënyrë për të parë njerëzit si të vërtetë, përtej asaj që ata dukeshin. Një pauzë. Kujdesu gjithmonë mirë për ta. Do të kujdesem, premtoi Liliana. 6 muaj më vonë, Liliana ishte në kopshtin e vilës, duke parë Mateusin duke bërë hapat e parë të lëkundur. Ai do të binte, do të ngrihej, do të biste përsëri, dhe çdo herë që ngrihej, kishte një shkëlqim të vendosur në sytë e errët që e bënte të mendonte për Flion në mëngjeset e vështira, për atë burr që kishte zgjedhur të shërohej edhe kur dhembte.
Fulvio po filmonte me celularin duke qeshur çdo herë që foshnja binte në prapanicë dhe ngrihej pa qarë, sikur të binte nuk ishte asnjë problem serioz. Tamam si nëna, tha Fulvio duke e përqafuar Lilianën nga pas. Kokë fort, i pamposhtur. Baballarët, korrigjoi Liliana duke u mbështetur në të. Ai ka dy nëna, njëra që i dha jetën, tjetra që i dha dashurinë. Të dyja do ta donin këtë për të. Mateus më në fund arriti te Liliana duke u kapur pas këmbëve të saj me një triumf të dukshëm në fytyrë. Ajo e ngriti duke mbuluar fytyrën e tij me puthje, ndërsa ai qeshte atë qeshje të gëzueshme që tani e mbushte vilën çdo ditë. Një tingull që para disa muajsh askush nuk do të kishte besuar se ishte i mundur në atë shtëpi. Mbi vatrën e sallës kishte 3 fotografi. Viviane duke buzëqeshur me barkun e 7 zën, sytë e gjelbër plot shpresë. Fulvio dhe Liliana në ditën e martesës, të thjeshtë dhe të vërtetë, dhe të 3 së bashku në një pasdite në kopsht. Një familje e formuar jo nga gjaku, por nga zgjedhja, sepse në fund kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Jo si filluan, por si zgjodhen të donin. Dhe në dhomën e Mateusit, në tavolinën e kabinetit, kishte një shënim të kornizuar që Liliana kishte shkruar natën pas martesës, kur vila ishte në heshtje dhe ajo e kishte zemrën aq të mbushur sa duhej ta vendoste në fjalë. I vogël Mateus, nëna jote Viviane të deshi para se të njohte. Nëna jote Liliana të deshi kur askush tjetër nuk mundi. Dhe babai juaj mësoi të duhet vetëm përmes të dashurit. Ju jeni mrekullia jon, dhurata jon, gjithçka jon. Dhe kur më nuk do të jeni i vetëm. Me gjithë dashurinë tonë të përjetshme, familja juaj. Fun. Nëse kjo histori ju preku zemrën, lini pëlqimin tuaj dhe regjistrohuni në kanal për më shumë histori si kjo. Thuani në komente. A besoni se dashuria mund të ndërtojë një familje edhe pa lidhje gjaku? Shkruani nga ku po shikoni. Një përqafim i madh dhe shihemi herën tjetër. Dhe kështu, në një kopsht të mbushur me dritë dhe me qeshjen e një fëmije, një familje e re e gjeti ritmin e vet, nuk ishte familja që dikush e kishte parashikuar. Ishte e thurur nga dhimbja, nga shpresa, nga zgjedhja. Fulvio, i cili dikur kishte qenë i mbyllur në errësirën e tij, tani qante lot gëzimi duke parë djalsin e tij të parë që ecnin drejt tij. Liliana, e cila kishte kaluar jetën duke u ndjerë e padukshme, tani ndihej e dukshme, e dashur, e nevojshme. Dhe Mateus, foshnja që kishte filluar jetën e vet duke qarë në një dhomë të vetme, tani qeshte, duke mbushur çdo cep të asaj shtëpie me ngrohtësi. Në fund të ditës, kur dielli perëndonte duke lënë vija portokalli dhe të purpurta në qiell, të 3 u mblodhen në divan. Fulvio kishte një krah rreth Lilianës, ajo mbante Mateusin të fjetur në gjy. Nuk kishte nevojë për fjalë. Çdo goditje e zemrës, çdo frymë e qetë, thoshte gjithçka. Familja nuk ishte një fjalë e thjeshtë. Ishte një premtim i përditshëm. Ishte zgjedhja për të zgjuar dhe për të dashur përsëri çdo ditë, pavarësisht nga sfidat. Ishte forca e një nene që nuk e linte fëmijën dhe guximi i një babai që mësoi të hapte zemrën përsëri. Ata e dinin se rrugët përpara mund të sillnin sfida të tjera. Botja jashtë atij kopshti ishte e madhe dhe e paparashikueshme. Por kishte një të vërtetë të re që mbizotëronte mbi çdo frikë, së bashku ishin të pamposhtur. Liliana e puthi kokën e butë të Mateusit dhe ngriti sytë drejt Fulvios. Në sytë e tij, ajo pa reflektimin e të ardhmes së tyre. Një të ardhme e ndërtuar mbi themele dashurie, jo gjaku. Mbi besnikëri, jo rastësi. Mbi një natë, shumë muaj më parë, kur kishte vendosur që një foshnjë nuk do të qëndronte e vetme. Dhe kështu, 3 zemra, të thyer dhe të shëruara nga njëra tjetra, kishin gjetur shtëpinë e tyre. Jo në muret e mermerit, por në heshtjen e përbashkët mes tyre. Shtëpia ishte kjo, ky moment, ky përqafim, ky paçi i përbashkët. Për gjithmonë.